Në fakt, ne kemi vënë re që edhe gjatë ditëve të fundit ka patur një paqëndrueshmëri motje dhe ndoshta lidhet edhe kjo me ndryshimet klimatike për cilat ne do të flasim në këtë hapësirë. Ndryshimet klimatike tashmë nuk janë më një le të themi problem i sardhmes, janë një fakt real, jo vetëm në botë, por tashmë edhe në Shqipëri. Ne kemi parë vazhdimisht që ka temperatura mesatare të cilat janë rritur, janë të paqëndrueshme në mënyrën se si edhe i shohim të reflektuara. Kemi parë në fakt ndryshime drastike të cilat kanë ardhur me thatësira që kanë sjellë edhe zjarre në vendin tonë, por edhe problematika të tjera të cilat ne do të dalemi mëngjesin e sotëm, sepse sigurisht që edhe në vendin tonë janë duke u marrë masa ndoshta edhe për t'i paraprirë problematikave që lidhen me këtë çështje. Mëngjesin e sotëm kemi kënaqësinë ta diskutojmë këtë çështje me specialistin e pyjeve dhe mjedisit Abdullah Diku, i cili na është bashkuar në studio. Faleminderit shumë që jeni këtu, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kemi tashmë një plan kombëtar të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, apo është diçka e cila mbetet thjesht një ide? Shiko, është hera e parë që Shqipëria ka një dokument tillë të sintetizuar, i cili ka të rrugën e vet të përshkruar se si Shqipëria në 10 vitet e ardhshme do duhet të përshtatet ndaj ndryshimeve klimatike. Është një projekt kompleks, plan kompleks, i cili përfshin sektorë të ndryshëm të ekonomisë, cilët ndikohen drejt për drejt ose jo nga ndryshimet klimatike, dhe që për secilin prej këtyre sektorëve është parashikuar, si thuaç, mënyra për të arritur përshtatjen si dhe masat prioritare dhe buxhetimi i tyre. Kështu që është një dokument shumë serioz, shumë i mirë, pothuajse i njëjtë si i atyre vendeve të Bashkimit Evropian, dhe që tashmë mbetet në dorën e qeverisë dhe institucioneve për ta zbatuar atë. A është ky një kusht nga Bashkimi Evropian, sepse nëse do të ishte për ne, besojmë ndryshimet klimatike do të ishte gjë e fundit që do ta shqetësoni? Shiko, Bashkimi Evropian sigurisht që është kusht sepse duhet t'i përngjash, si thuaç, në tërësi mënyrë se si vendet e Bashkimit Evropian përshtaten, mënyrë se si vendet e Bashkimit Evropian reagojnë ndaj elemente të ndryshimeve klimatike, përshtatjes dhe mbi gjitha parashikimi i tyre në plane të tilla dhe masat zbatuese në funksion të tyre, sepse është logjike që nëse përshtatja nuk është nivelin e dur, do të thotë që bëhesh barr për vendet e Bashkimit Evropian që ato të mbështesin me fonde her pas hershme. Dhe është kosto jo vetëm financiare në fundit, që është më e rëndësishme në këtë rast, por është edhe kosto, si thuaç, angazhimi i vendeve të BE-s. Kështu që në një farë mënyrë është detyrë e përhershme lënë prej tyre në raportet e përvitshme të Komisionit Evropian, vazhdimisht i mshohet kësaj mungesës përshtatjes, planit i cili tashmë është, dhe përshtatjes në nivel sektoral apo dhe në nivel vendor, në mënyrë që të arrihet ai synimi kombëtar që vendi të jetë i përgatitur dhe të mirë reagojë ndaj impaktit të ndryshimeve klimatike. Dhe meqense jemi tek kjo pikë, ndër vite kam përshtypjen që është vënë re një lloj ndryshimi i cili ka ardhur i reflektuar me këto zjarret që unë përmenda pak më parë, sepse edhe thatësirat atë shkaktojnë. Janë evidente, pra cilat janë ato pika që dhe ju do të përmendit nëse e krahasojmë këtu vendin tonë me vite më parë? Shiko, vendi, Shqipëria pra futet në ato vende të cilat janë shumë të ekspozuar ndaj ndryshimeve klimatike, dhe ekspozimi lidhet kryesisht me formën topografike të vendit, pra 2/3 e një vendi malor të ekspozuar ndaj fenomeneve negative siç janë rrëshqitja e tokës, erozioni, degradimi i tokës, deri tek erozioni bregdetar, një fenomen shumë i fuqishëm i cili nuk është se ka impaktuar thjesht pikbashkimin e tokës me detin, por mbi gjitha po ndikon industrinë e turizmit. Dhe kjo vjen si pasojë sipari e arritjes graduale të nivelit detit, e ngjarjeve ekstreme, siç janë ciklone, furtuna, rreshje intensive, siç janë gjithashtu edhe baticat kohë pas kohshme dhe të pa evidentuara më parë. Kështu që kjo është, si thua, në atë aspektin makro që është e dukshme. Lidhur me burimet natyrore, me pyjet kryesisht dhe kullotat, ajo që vjet re është temperaturat e larta janë për herë, si thua, mbështetëse të zjarreve në natyrë, në kuptimin që i bëjnë këtë zjarre më të paparashikueshme, më intensive dhe nga ana tjetër rezultojnë dëme më të mëdha. Kështu që kemi patur 4-5 sezonet e fundit verore, ku vera ka qenë pothuajse pas një ditë të vetme me rreshje shiu.
Kjo e thanë shumë tokën, thanë biomasën dhe e bën terrenin jashtëzakonisht shumë për dispozuar edhe për të djegur, për të dëmtuar nga zjarri, gjë që si thua rriti vetëm kostot ekologjike, por kostot të ndërhyrjes e pastaj këto shfaqen në pasojat e tyre me rrëshqitjen dhe erozionin e tokës. Në fakt është e çuditshme sepse kur themi ndryshimet klimatike, gjëja e parë që na shkon mend është që do të ndikojë drejt për drejt tek bujqësia, megjithatë bujqësia në këtë aspekt është e fundit nëse referohemi gjithë atyre që ju sapo listuat. Nëse do të ndaleshim konkretisht tek masat që pritet të ndërmerren sipas këtij plani, ku do të konsistojnë ato, tek pyllëzimet? Atëherë, planin totalin e tij ka rreth 66 masa prioritare. Në këtë plan janë inkuadruar dhe 8 plane vendore të përshtatjes për 8 bashki të ndryshme. Do duhet i kishim për gjitha bashkitë, por deri në këtë fazë kemi vetëm 8 bashki, pra nga Kuksi deri në Gjirokastër. Dhe nga këto 64 masa prioritare, pra 16 janë të sektorit bujqësisë, që lidhen me ato fenomene që ne i përjetojmë shumë tashmë, pra me përmbytjet, kryesisht, në periudhën e dimrit, por dhe në raste ngjarjesh ekstreme, me përmirësimin e sistemit ujitjes. Pra, nuk mund të imagjinohet një bujqësi në kuadrin e ndryshimeve të reja klimatike pa një sektor modern furnizimit me ujë për ujitje. Gjithashtu mbrojtja nga sëmundjet e dëmtuesit, përmirësimi gjenetik i llojeve e tjerë. Pra, këto janë 16 masat prioritare, si thuash, për bujqësinë. Gjithashtu, një element shumë i rëndësishëm është kjo bujqësia e zgjuar. Për çdo fushë është e njëjta gjë, pra dhe për pyetje duhet të jetë shumë pyetje zgjuara, bujqësi e zgjuar e tjerë, në mënyrë që të rritet, si thuash, efektiviteti i produktit bujqësor, po dhe përshtatja ndaj ndryshimit klimatik. Nga ana tjetër, kemi 14 masa prioritare për sektorin e pyjeve dhe të biodiversitetit. Dhe këto masa konsistojnë kryesisht në atë që quhet zgjidhjet bazuar në natyrë, pra duke imituar sa më shumë tjetë mundur natyrën, masa bioinxhinierike, pra duke kombinuar pyllëzime me masa kundër erozionit, masa për mbrojtjen e zjarreve dhe shumë e rëndësishme është gjithashtu edhe masat për mbrojtjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve. Dhe kjo e fundit për shkak se në lupën e ndryshimeve klimatike, shumë sëmundje dhe dëmtues të cilët nuk kanë ekzistuar më parë, po zhvendosen drejt veriut, si thua, pra nga ekuatori drejt veriut. Dhe në këtë kuadër dhe ne jemi të prekur masivisht në këto vitet e fundit me disa sëmundje dëmtues të ri të cilët po shkaktojnë dëme të mëdha në ekosistemet pyjore. Kështu që gjithashtu masat në fushën e pyjeve parashikojnë, pra baza është këto pyllëzimet, restaurimi, rigjenerimi, mbështetja e rigjenerimit natyror, dhe që bashkë bujqësia dhe pyjet për shkak të rëndësisë që kanë si sektor, zënë pothuajse 1/3 e kostos së parashikuar për ndërhyrje, një vlerë jashtëzakonisht e madhe financiare, rreth $10 miliard, si thuash, pra parashikon ky plan, dhe që tregon në një farë mënyrë kjo vlerë e lartë atë faktin që gjithë këto vite ne nuk jemi marrë me këto ndryshime, pra nuk kemi zbatuar masa, nuk kemi përshtatur sektor tonë të ekonomisë, siç është turizmi, bujqësia. Por është një plan afatgjatë apo jo? Është plan 10 vjeçar. Është një plan 10 vjeçar. Jo, e kam fjalën te kosto është e lartë sepse deri më sot ne nuk është se kemi bërë. S'kemi investuar, pothuajse zero. Kemi investuar fare dhe ndoshta gjëja që komuniteti i gjerë, audienca vën re më njëherë është pikërisht to dëmtimi i infrastrukturës turistike për gjatë vijës bregdetare. Pra po të shkosh në Golem tashmë sheh ato zgjidhje që ka bërë secili biznes për të ndaluar erozionin që të mos i shkatërrojë biznesin. Është bërë pedonalja mbi 2-3 herë është ndërtuar për shkak të erozionit detar, është dëmtuar. Pra dhe më shumë dëmtime do të ketë, për sa kohë që ne nuk kemi një plan të integruar të menaxhimit vijës bregdetare. Pra zgjidhja është bërë në mënyrë individuale, ai që ka më shumë para investon më shumë dhe bën pak më gjatë atë digën, si thuash, në det, atë argjinaturën në det, ai që ka para më pak e bën më të vogël dhe si pasojë ndikohet më shumë. Kjo duhet një studim i mirëfillt hidroteknik me inxhinieri detare, me inxhinieri ndërtimi, ndërthurje shumë shkencave, në mënyrë që të ketë një plan të integruar dhe këto biznese dhe infrastruktura mbështetëse, pra pedonalja, rrugët, sistemi energjetik e tjerë,
të mos ndikohen këto përmasa që ne kemi përjetuar deri tani. Çfarë efekti ose më saktë çfarë roli ka faktori njeri në gjithë këtë që po ndodh? Ne flasim për ndryshimet klimatike, të cilat nuk i kemi ndoshta në dorë, mund të marrim masat siç e thatë edhe ju, po ne çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim dhe sa kujdes mund të tragojmë? Shiko, jo në një farë mënyrë, por në mënyrë drejt për drejt, ndryshimet klimatike lidhen në tërësinë e tyre me impaktin njerëzor, pra që tek keqpërdorimi i burimeve natyrore, që tek mungesa e ndërhyrjes për të përmirësuar infrastrukturën mbrojtëse ndaj ndryshimit klimatike, siç janë ato përshtatja ndaj erozionit, degradimit tokës, shpëllëzimet, zjarret masive, pra këto janë në nivel makro, kuptohet dhe industrializimi i cili po ecën me ritme të paimagjinueshme ndonjëherë, gjë që ka bërë gjurma e njeriut në ekosistem të vijë duke rritur në mënyrë të frikshme për masa shumë të mëdha. Në nivel kombëtar, ne siç thash, bazuar edhe në shifrat e larta që plani kombëtar i përshtatjes ka, pothuajse s'kemi bërë asgjë, pra kemi lejuar për vitesh të digjen me mijëra apo 10.000 hektar pyje, pa bërë asnjë masë rikuperuese në këtë drejtim, pra pa investuar në pyllëzime, masa bioinxhinierike, masa kundër erozionit, masa kundër përmbytjes. Po është plotësuar kuadri ligjor, qoftë edhe janë ndëshkuar njerëzit cilët kanë qenë me tokë? Jo, kuadri ligjor shumë i mirë dhe gjithmonë ka qenë i mirë, por çështja ka çaluar tek zbatimi i tij, pra tek, si thuash, dënimi i ndëshkimi personave që janë. Personat cilët kanë shkaktuar dëme të tilla, pra po ta lidhim me rastin e zjarreve në pyje. Në këto 2-3 vitet e fundit pothuajse janë ndjekur 150.000 hektar pyje dhe ndoshta mund të kenë 1-2 persona të dyshuar për zjarrvënë, por jo të dënuar. Shpresojmë që të paktën edhe ky plan masash të jap një zgjidhje në këtë drejtim. Kostoja është parashikuar? Kosto, siç thash, është pothuajse $10 miliard. 10 miliard dollar. Për të gjithë sektorët, pra për bujqësinë, për pyjet, cilët së bashku zënë 30%, ndërkohë që sektorët tjerë, ekonomia, bujqësia, turizmi, infrastruktura, zënë peshën tjetër. Një plan 10 vjeçar i cili pritet fillojë nga puna kur? Po, 2026-2036 është kozjata e planit, kështu që praktikisht jemi në vitin e parë të zbatimit të tij. Po, ju urojmë sukses të gjithë atyre që do të punojnë, ta bëjmë Shqipërinë kështu më të mirë, më të bukur dhe të kemi kujdes për të, sepse faktori njeri, si kundër tham, është i rëndësishëm paralel me ndryshimet klimatike. Faleminderit shumë që Faleminderit juve. Kënaqësi. Shkëputemi për publicitet, do të rikthehemi vetëm pas pak, do flasim pak për këtë paralajmërimi që ka bërë Partia Demokratike sa i takon protestave, cilat do të vijojnë edhe gjatë verës. Vetëm pas pak do të jemi me Xhelal Mziu. Po ti kush je? Unë jam ti, po pas 35 vitesh. Asa mire ke